të gjitha janë në diskutim për kuvendin e përgjithshëm, natyrisht do të tërheqja pa asnjë diskutim. Dashur qytetarë të Kosovës, nderuar anëtar aktivist e mbështetës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dua fillimisht t'ju drejtohem me mirënjohje të thellë, me respekt jashtëzakonshëm dhe natyrisht me ndjenjën e përgjegjësisë që kam bartur gjithmonë para jush. Faleminderit gjithë atyre që na kanë besuar për çdo përpjekje, për çdo ditë punës dhe shpresës për bashkët. Faleminderit secili qytetar që besoi në programin tonë dhe në ekipin tonë. Faleminderit dhe atyre që nuk besuan këtë herë, sepse edhe refuzimi është pjesë e demokracisë, pjesë e mësimit, pjesë e korrigjimit. Rezultati i LDK-s nuk është ai që e kemi pritur, nuk është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh ndonjëherë. Ky është një moment të reflektimi i thellë i përgjegjësisë dhe i seriozitetit politik. Kur qytetarët e Kosovës flasin, ne duhet t'i dëgjojmë. Kur populli jep verdiktin e vet, ne duhet patjetër ta respektojmë. Demokracia funksionon kur udhëheqësit janë të gatshëm të bëjnë përgjegjësi, jo vetëm kur fitojnë e kur kanë fest, por edhe kur kanë humbje si kjo e sotmja. Këto 5 vite që kam udhëhequr me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kam bërë dhe kam vepruar gjithmonë ashtu siç kam besuar se është më e mira për LDK-n, për strukturat tona, për besimin e qytetarëve dhe për të ardhmen e kësaj shtëpie politike me peshë të madhe historike për Kosovën. Megjithatë, sot duhet të them hapur dhe me ndershmëri, nuk kam arritur ta çoj LDK-n aty ku kam besuar se duhet të jetë. Kam ndërtuar ekip me njerëzit më të mirë që kam besuar. Kemi ndërtuar program të plot, serioz dhe modern. Kemi bërë një fushat dinjitoze dhe të përgjithshme që nuk i ka munguar asgjë në përmbajtje e as në përkushtim. Por ky është verdikti qytetar dhe para këtij verdikti ulemi të gjithë, sepse kështu funksionon demokracia, sepse qytetari gjithmonë ka të drejtë. Në këtë pikë dua të shpresoj që mbështetësit të LDK-s ti kem përfaqësuar unë dhe ekipi ynë me dinjitet, me përgjegjësi e që i kemi bërë krenar në vazhdimsi. Por një gjë gjithmonë duhet ta mbaj mend, se LDK-ja ka qenë dhe mbetet shtëpia e demokracisë Kosovës, është partia që ka udhëhequr vendin në momente më të rëndësishme historike, është partia që ka mësuar kulturën e lirisë, qytetarisë dhe të përgjegjësisë, dhe sot në këtë moment sfide LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetës. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guxim shumë. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të therras menjëherë kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe para tij do t'i shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Dua të falenderoj sonte çdo aktivist, çdo kandidat, çdo vajzë e djalë, çdo familje që punoi pa u lodhur. Ju jeni arsyeja pse LDK ka ekzistuar dhe do të vazhdoj të ekzistojë. Dua të falenderoj edhe kundërshtarët tonë politik për garën, t'i uroj fituesit, sepse Kosova ka nevojë për demokraci funksionale edhe kur nuk jemi dakord për gjëra substanciale. Shteti është mbi secilin prej nesh. Kosova meriton stabilitet, zhvillim, dinjitet e respekt. Le të shpresojmë se qytetarët kanë zgjedhur drejt këtë herë. Edhe në këtë moment dua të përcjellë një mesazh qetësie, maturie dhe shpresë. Kosova megjithatë do të ecë përpara. Demokracia jonë do të maturohet e shpresa nuk ka me humb asnjëherë. Dhe për te politikës, sot është edhe një moment thellësisht njerëzor edhe për mua, siç e dini kam 2 vajza Erën dhe Rozën, të cilave u kam bërë kohë, prani dhe përqafime të mbetura përgjatë këtyre kohëve të ngarkuara. Do t'u kthehem me kohën që kemi për të rikuperuar këto momente bashkë, me dashuri, me qetësi dhe me mirënjohje për çdo sakrificë që ato kanë bërë në heshtje për mua. Ju falenderoj edhe një nga zemra për besimin, për bashkëpunimin dhe për nderin që më keni dhënë të udhëheq Lidhjen Demokratike të Kosovës në këtë fushat elektorale. Edhe një herë, ditëve në vijim, do të therras kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku do të shtrojë gjitha çështjet në atë kuvend. Do t'i bëjmë gjitha analizat, do të parë nga përgjegjësia ime, sekretari i partisë, deri tek funksionimi strukturor, por më lejoni që fillimisht të diskutoj këtë çështje me kolegët e partisë, me ata që kemi bërë bashkë
edhe momentet e mira dhe momentet e vështira, por le të themi se ky rezultat ishte i papritur për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sidomos për një periudhë të shkurtë, 10 mujore që nga mbajtja e zgjedhjeve. Për të gjitha çështjet do të diskutojmë në kuvendin e jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. A considerato che riescono a potersi implementare programmi di questo programma che vanno pastaj Të gjitha janë në diskutim për kuvendin e përgjithshëm, natyrisht do të tërheqja pa asnjë diskutim.